Zinep Iseini nga Agostivari ka nevojë për ndihmë, është me dializë dhe nuk ka streh mbi kokë. Shkupi zuri vendin e parë në Evropë për nga ndotja e ajrit, LSDM kërkon të shpallë gjendje krize, VMRO thotë se kjo është hipokrizi. Aksident tragjik në autostradën Beograd-Nish, humbën jetën 2 persona nga Mateqi i Likovës, po ktheheshin nga Gjermania. Ndalohet importi mbi 22 tonëve kiwi nga Serbia të destinuara për përpunim industrial, kishin larva dhe insekte. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zinep Iseini nga Gostivari jeton e vetme e sëmur, rënd dhe sot rrezikon të mbetet edhe pas tre, pasi nuk ka mundësi ta paguajë qiran. Për gati 20 vite ajo trajtohet në spitalin e Shkupit 3 herë në javë nga 4 orë dializë çdo seancë. Përveç gjendjes shëndetësore, ajo përballet edhe me një të kaluar të rënd familjare dhe mungesë të plot mbështetje. Me të ardhura minimale ajo mezi arrit të mbuloj shpenzimet bazike, ndërsa çdo ditë jeton me frikën se mund të përfundojë në rrugë. Ndaj sot ajo kërkon ndihmën e qytetarëve për të mbijetuar, duke shpresuar se dikush do t'i zgjasë dorën. 3 herë në javë, 4 orë dializë, pa asnjë siguri për ditën e nesërme. Kjo është përditshmëria e Zinep Iseinit, e cila sot ka vetëm një kërkesë, që ta ndihmoni për gjendjen e saj shëndetësore dhe për kushtet e jetesës. Zinep Iseini, 35 vjeç nga Gostivari, jeton e vetme, e sëmur rënd dhe sot rrezikon të mbetet edhe pas treh, pasi nuk ka mundësi të paguajë qiran. Për shkak të gjendjes shëndetësore, ajo nuk ka mundur të punojë asnjëherë dhe jeton vetëm nga ndihma sociale dhe mbështetja e bamirësve. Por këto mjete nuk mjaftojnë as për nevojat më elementare të jetës. Për gati 20 vite, ajo trajtohet në spitalin e qytetit të Shkupit, 3 herë në javë nga 4 orë dializë çdo seancë. Për Zinepin, dializa nuk është zgjidhje për mënyra e vetme për të mbijetuar, nga ku pa të, jeta e saj rrezikohet drejt për drejt. Pa familje, pa mbështetje dhe pa mundësi për të siguruar të ardhura. Zinepi është e detyruar të përballojë vetme sëmundjen dhe varfërinë. Me të ardhura minimale sociale prej 4.000 denarësh, ajo përballet me shpenzimet e larta për barna, udhëtime drejt Shkupit dhe shpenzimet për jetesë, të cilat e kanë vënë në kufite mbijetesës. Jetoj këto kjo shpeja në Gostivar me qira, 70 euro e kom qiran, tu gjene ka marrë 5.000 denar, nuk më dalin, atë ta paguj qiran, atë marrë hapat më kushtojnë rreth 50 euro, mujarën si shkojnë Shkupe qes ka 7.000 denar, nuk më dalin ata pare për asnjë se pres kusht të ndihmoje, edhe t'ja dali, mujnë t'ja dali. 4.000 denar e kom socialnën, hapat t'i pej, në Shkup që shkoj 3 herë mjavët, nuk mjaftojnë ata 5.000 denar. Ndërkaq, sëmundja nuk e kufizon Zinepin vetëm fizikisht, por edhe në funksionimin e përditshëm të jetës. Për shkak të dializës, ajo shpesh nuk ka forcë as për punët bazike të shtëpisë apo gatimin. Ushqimin detyrohet ta përgatisë një ditë më herët, vetëm që të ketë çfarë të hajë ditën tjetër. Përveç gjendjes shëndetësore, ajo përballet edhe me një të kaluar të rënd familjare dhe mungesë të plotë mbështetjeje. Zinepi tash e 4 vite ndodhet në listën e pritjes për transplant dhe aktualisht është duke kryer analizat e nevojshme, me shpresën se së shpejti do të jepet një mundësi për një jetë pa dializë. Po të kisha dash, pikës pari një transplant ta boj, edhe ta kijam një kull mbi kokë, më paguj qira, se me të vërtet sunja dal. Po gjishja më ka rejt. Prindrit më kanë lënë shumë të vogël, djavësh më kanë lënë, më ka rejt gjishja. Ka rejt. Gjishja ndroj jetën e mbeta vetë. Po, babi ka qana, na ju frikë shumë edhe se di, më lamu në spital edhe hiku, u trem shumë. Ka që 4 vjetë presë në listë, jo. Tash jam të i bo edhe disa analiza, shpresu se dë kijet diqka.
Por deri atëherë, vështirësitë ekonomike dhe frika për të mbetur pas treh e kanë vënë atë në një situatë të rëndë. Me të ardhura minimale, ajo mezi arrin t'i mbuloj edhe shpenzimet bazike për ujë dhe rrymë, ndërsa çdo ditë jeton me frikën se mund të përfundojë në rrugë. Ndaj, në mungesë të çdo sigurie, ajo sot kërkon ndihmën e qytetarëve për të mbijetuar, duke shpresuar se dikush do t'i zgjas dorën. Mesazhi im është di kisha lut kush sa ka mundësi të më ndihmojë, se me të vërtet e kom qiran dimuj pa paguj, do vje gaza dëmqes, drunt që i pat për jashta, i ku marrë pike parku, mi dhanë për se vap, edhe një vlam dimoj më pro pak drun, edhe qashtu mundohem ta kaloj ndim. Po, dhe përfundoj jashtë nëse se paguj. Në mungesë të një zgjidhje afatgjate, shpresa e saj mbetet humaniteti. Çdo ndihmë, sado e vogël, për Zinepin do të thotë jetë. Qytetarët e Shkupit u përballën sërish me ndotje të lartë të ajrit duke u renditur të parët në Evropë dhe të 21-tët në botë. Niveli më i lartë u mat në Karposh dhe qendër me ajër të pashëndetshëm. Ministria e Mjedisit dhe rekomandimet për mbrojtje përfshin ndalimin e djegjes në hapësirat e hapura dhe masa për grupet e ndjeshme. Ndërkohë, iniciativa Stop për Usje paralajmëroi protest duke fajsuar cementaren Usje për ndotje, akuza që kompania Titan Usje i mohoi duke i quajtur të pabazuara shkencarisht. Qytetarët e Shkupit u zgjuan sot sërish me shifra alarmante të ndotjes së ajrit. Aplikacionet e matjes së cilësisë së ajrit kanë treguar se mëngjesin e sotëm Shkupi u gjend në vendin e parë për ajrin më të ndotur në Evropë, ndërsa në nivel botror ishte në vendin e 21. Ajri më i ndotur është matur në Karposh, ku indeksi i ndotjes deri në mesditë ka qenë 168, që në gjuhën mjekësore do të thotë i pashëndetshëm për të gjithë qytetarët, ndërsa ajri shumë i ndotur është matur edhe në qendër, ku indeksi ndotjes në mesditë ka shkuar në 149, ndërkaq aplikacioni IQR e nxjerr hartën e gjithë qytetit të Shkupit me ngjyrë të portokallt, që nënkupton se ajri në gjithë territorin e qytetit është i pashëndetshëm për grupet e ndjeshme të qytetarëve. Nga qytetet evropiane pas Shkupit renditen Amsterdami, Sarajeva dhe Beogradi, ndërsa në nivel botror ajrin më të ndotur e thithin banorët e Lahorit, Pakistan, Delhit, Indi dhe Karachit, Pakistan. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ditë më parë lëshoi rekomandime për qytetarët për mbrojtje nga ndotja. Ndalimi djegjes në hapësirë të hapur u rekomandohet të gjithë subjekteve juridike, punëdhënësve që të lirojnë nga obligimet e punës gratë shtatzëna, personat mbi moshën 60 vjeç, si dhe personat me astmë kronike, me infarkt të kaluar të miokardit ose goditje në tru, pa marrë parasysh moshën me rekomandim të mjekut am. U rekomandohet të gjitha subjekteve juridike, punëdhënësve që ta riorganizojnë orarin e punës dhe personat që punojnë në ambiente të hapura, të punojnë nga ora 11 deri në ora 17. Rekomandohet të mos organizohen gara sportive dhe manifestime të tjera kulturore në ambiente të hapura. Nga Ministria po ashtu kanë rekomanduar të intensifikohen mbikëqyrjet e jashtëzakonshme inspektuese ndaj instalimeve me leje ekologjike të integruara të tipit AB dhe elaborate, të intensifikohen kontrollet e jashtëzakonshme të gjendjes teknike të automjeteve, veçanërisht atyre me karburant dizel dhe automjeteve të paregjistruara, si dhe të intensifikohen kontrollet e jashtëzakonshme në kantieret e ndërtimit. Kujtojmë se iniciativa qytetare Stop për Usje bëri thirrje që të njëjtën më 25 dhjetor të bllokohet kryqëzimi mes bulevardeve Boris Trajkovski dhe Serbia, ku siç deklaruan nga iniciativa do t'u paraqiten kërkesa institucioneve kompetente me qëllim zgjidhjen përfundimtare dhe të qëndrueshme të problemit të ndotjes së ajrit në Shkup, e cila sipas tyre shkaktohet nga veprimtaria e cementares Usje. Nga cementarja e Shkupit Titan Usje i hodhën plotësisht poshtë akuza se veprimtaria e saj është shkaku i ajrit të ndotur në kryeqytet, duke theksuar se pretendimet të tilla janë të pavërteta, pasi nuk bazohen në të dhëna dhe fakte shkencore të matshme. Pozita dhe opozita maqedonase janë përplasur në lidhje me ajrin e ndotur me të cilin po përballet vendi në ditët e fundit. Nga LSDM kërkojnë shpalljen e krizës ekologjike dhe shëndetësore në Shkup masa urgjente për mbrojtjen e qytetarëve nga ajri i ndotur. Ndërkohë, VMRO DPMNE ka quajtur këto kërkesa hipokrizi, duke thënë se gjatë 7 viteve në pushtet, LSDM nuk e ka ulur ndotjen dhe ka favorizuar ndërtimet.
Këshilltarët e LSDM-s në Këshillin e qytetit të Shkupit përmes një kërkese të dorëzuar kërkojnë shpalljen e gjendjes së krizës ekologjike dhe shëndetësore në Shkup për shkak të nivelit të lartë të ndotjes së ajrit në kryeqytet. Këshilltarja Katarina Canevska-Arsovska në konferencën e sotme për media tha se ka ndërzuar edhe një iniciativë për thirrjen e një seanse urgjente të Këshillit për përcaktimin e konkluzioneve dhe miratimin e masave urgjente. LSDM kërkon të merret një vendim me të cilin ulja e ndotjes të përcaktohet si prioritet i autoriteteve të qytetit. На самата седница и ние ќе предложиме. Në vetë seancën, ne do të propozojmë masa, transport publik falas në ditët kur ajri është i ndotur, të kërkohen fonde nga qeveria për filtra falas për ogjaqet e ndotësve të mëdhenj, ridestinim i fondeve për pastrues ajri, të miratohet ndalim për ngrohje me dru dhe qymir në zonat ku ka ngrohje qendrore të disponueshme. Mëtej, pastrimi i deponive ilegale në territorin e qytetit të Shkupit, larja e rrugëve dhe fonde për projekte ekologjike. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ka reaguar ndaj konferencës së LSDM-s. Nga kjo parti, kërkesat e LSDM-s i kanë quajtur hipokrizi pasi sipas tyre, pavarësisht se gjatë fushatës zgjedhore kishin premtuar se do të përmirësojnë cilësinë e ajrit në vend, gjatë kohës kur ishte në pushtet, LSDM kishte prioritete të tjera. Për 7 vite, mund ta kishin ulur ndotjen e ajrit të paktën për 10%, por prioritete kishin ndërtimin e ndërtesave, ashtu siç donin që në Gjorçe, në Hrom, të ndërtoheshin 100 ndërtesa në vitin 2020 dhe po ashtu në Rasadnik edhe 100 ndërtesa në të njëjtën periudhë në vitin 2020. Për ta përmbledhur, nëse LSDM vërtet do të donte, mund të kishte ndërmarrë diçka. Nga VMRO mëtej kanë shtuar se kanë ndërmarrë hapa për ballafaqim me ajrin e ndotur, duke përmendur këtu subvencionet për klima inverter, pastrues ajrin e përqindjet e Shkupit, gasifikim i vendit dhe të tjera. Për shkak të mjekullës së dendur, Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të drejtojnë ato mjetet me kujdes maksimal. MPB sqaron se për 5 ditë në territorin e Shkupit ka ndodhur 53 aksidente trafiku. Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të drejtojnë automjetet e tyre me kujdes maksimal në kushte të dukshmërisë së reduktuar, si dhe në asnjë mënyrë të mos ulet pas timonit nëse kanë konsumuar alkool në ahengje para vitit të ri apo në festa familjare. MPB sqaron se për 5 ditë nga 15 deri më 20 dhjetor në territorin e Shkupit janë konstatuar 53 aksidente trafiku, ndërsa kontrollet policore në komunikacion po vazhdojnë me intensitet të pandërprerë. Министерството за внатрешни работи апелира... Apelojmë gjithashtu që pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë plotësisht rregullat dhe dispozitat e trafikut, të posedojnë patjetër pajisje dimrore dhe të mos ulen pas timonit në ndikimin e alkoolit. U bëjmë thirrje qytetarëve të respektojnë dispozitat ligjore dhe të bashkëpunojnë me policinë. Zëdhënësi MPB-s foli edhe për aktivitetet që po ndërmeten kundër përdorimit të mjeteve piroteknike. Masat, siç tha ai, po zbatohen me dinamik të shtuar, duke pasur parasysh faktin se përdorimi i këtyre mjeteve të rrezikshme është karakteristik për periudhën rreth vitit të ri. Qëllimi shtojnë atë është rritja e vetdijes të rinjët, por edhe të prindërit e tyre se fishek zjarre dhe petardat nuk janë lodra, por mjete të rrezikshme që mund të shkaktojnë pasoja të pariparueshme dhe të përhershme për shëndetin. 2 persona shtetas të Maqedonisë së Veriut humbën jetën në një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur sot herët në mëngjes në autostradën Beograd-Nish. Një burr dhe një grua u nxorën nga automjeti me targa gjermane, ndërsa një person tjetër u dërgua në spital pas aksidentit, njofton kuriri serb. Sipas portalit, jo zyrtarisht besohet se drejtuesi i automjetit Seat ka humbur kontrollën e makinës dhe ka dalur nga rruga duke u përplasur në skaj mbrojtëse dhe në një tabel. Burri dhe gruaja kanë ndëruar jetë në vend ngjarje, ata ishin shtetas të Maqedonisë së Veriut nga fshati Mateç i Kumanovës së Likovës. Hetimet në vendin e ngjarjes janë ende në vim dhe dyshohet se lodhja e shoferit ka kontribuar në këtë rezultat tragjik pasi nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë fjetur gjatë ngasjes.
Kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Darko Kostadinovski, zhvilloi një takim pune me delegacionin e kryesuar nga kryetari i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, Abdullah Eren. Gjatë takimit u shpreh kënaqësia për mbështetjen e vazhdueshme që TIKA i ka ofruar gjykatës kushtetuese, ndërsa në veçanti u theksua kontributi dhënë në procesin e digitalizimit të institucionit përmes dhurimit të pajisjeve teknike. U vlerësua se kompjuterët dhe pajisje për regjistrimin audio-vizual përbëjnë një ndihmë të rëndësishme për modernizimin e punës së gjykatës. Gjithashtu, gjatë takimit u theksua se regjistrimi i seancave gjyqësore përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së transparencës, forcimit të llogaridhënies dhe konsolidimit në besimit të qytetarëve ndaj institucionit. Në takim u konfirmua gjithashtu vullneti ndërsjellë për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit edhe gjatë vitit të ardhshëm. Në lidhje me këtë temë u ritheksua se fokusi do të jetë në zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe në shkëmbimin e praktikave më të mira. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se është ndaluar importi i 22.3 ton nga Serbia për të destinuara për përpunimin industrial për shkak të ndryshimit të vetive organoleptike dhe pranisë së larvave dhe insekteve. Autoritetet informuan se ky zbulim përbën rrezik për shëndetin e bimëve dhe potencialisht mund të çojë në përhapjen e agenteve të dëmshëm në vend. Importi mbi 22 tonëve kivi nga Serbia u ndalua të shtunën pasi inspektorët zbuluan praninë e insekteve të dëmshme dhe larvave në dërgesë. Njoftuan autoritetet kompetente për sigurinë ushqimore. Shërbimet e kontrollit bllokuan frutat e kivit në pikën kufitare për shkak të dyshimeve se nuk i përmbushin standardet fitosanitare. Gjatë kontrollit inspektues të mallit, inspektorët identifikuan praninë e larvave dhe insekteve të tjera, çka cënon statusin shëndetësor dhe të sigurisë së frutave të importuara. Bëhet fjalë për 22.340 kg kivi import nga Serbia, për të cilin, pas kontrollit organoleptik nga ana e inspektorit të ushqimit, është konstatuar se nuk është i sigurt për import dhe për përpunim të mëtejshëm. Autoritetet bën të ditur se ky zbulim përbën rrezik për shëndetin e bimëve dhe potencialisht mund të çojë në përhapjen e agentëve të dëmshëm në vend. Për këtë arsye, u morën menjëherë masa ligjore për ndalimin e importit dhe vulosjen e dërgesës problematike. Dërgesa me kivi do të mbetet nën kontrollin e shërbimeve inspektuese derisa të përcaktohet natyra e saktë e ndotësve dhe derisa të ndërmerren masat përkatëse për përballimin e tyre. Po ashtu paralajmërohet forcimi i kontrollit inspektues edhe për produkte të tjera të importuara të njëjtit lloj, derisa të sigurohet shpërndarja e ushqimit të sigurt dhe të shëndetshëm në treg. Inspektimet fitosanitare kontrollojnë rregullisht produktet bujqësore të importuara me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe parandalimin e futjes së insekteve, sëmundjeve ose dëmtuesve që mund të dëmtojë prodhimin vendas. Në Shkup u mbajt paneli Prania e gjuhës dhe kulturës turke në Ballkan në kuadër të aktiviteteve për 21 dhjetorin, ditën e arsimit në gjuhën turke në Maqedoninë e Veriut. Aktiviteti u organizua nga lidhja e shoqatave jo qeveritare turke të Maqedonisë me mbështetjen e TIKA-s, ndërsa në mesin e pjesëmarrësve ishin ambasadori i Turqisë në Shkup Fatih Ulusoy, kryetari i TIKA-s Abdullah Eren, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke dhe të ftuar të shumt. Ambasadori Ulusoy theksoi se komuniteti turk të Maqedonia e Veriut ka bërë sakrifica të mëdha për ruajtjen e gjuhës turke, duke vënë në pa rolin e intelektualëve dhe gazetarëve si dhe kontributin historik të gazetës Birlik dhe të lëvizjes Yücel. Kryetari TIKA-s Eren tha se deri më sot në Maqedoninë e Veriut janë realizuar mbi 1300 projekte, më shumë se 450 prej tyre në fushën e arsimit, duke theksuar rëndësinë e gjuhës dhe letërsisë në ruajtjen e kulturës. Kryetari i Matuisedebit Tahsim Ibrahim theksoi se gjuha turke është lidhja e fortë që u ka dhënë identitet në Ballkan dhe i ka bashkuar në panel ekspert të fushës së historisë, kulturës dhe gjuhësisë, ndan versimet e tyre mbi rolin e turqishtës në Ballkan. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se në mandatin e ardhshëm do të ndahen të paktën 1 miliard euro për mbrojtje dhe ushtri. Përmes një postimi në Facebook ai ka paralajmëruar
ndërtimin e fabrikës së municioneve dhe dronëve Made in Kosova, si dhe nisjen e programit të rezervës vullnetare. Nuk lëshojmë pej për Republikën e Sigurt. Në mandatin e ardhshëm do të ndajmë të paktën 1 miliard euro për mbrojtje dhe ushtri, do të ndërtojmë fabrikën e municioneve dhe dronëve Made in Kosova dhe do të nisim programin e rezervës vullnetare, ka shkruar Kurti në Facebook. Një ish pjesëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe më pas i integruar në policinë e Kosovës është arrestuar të shtunën në Leshak në ndyshimin për kidnapimin e shtetasit të Kosovës Milan Vukashinović me një nëntor brenda teritorit të Kosovës. VM dyshohet se ka qenë në kontakt me strukturat e inteligjencës së Serbisë dhe ato të ushtrisë. Ka përgatitur të rinj serb për trajnimin në bashkëpunim me pjesëtarët të ushtrisë së Serbisë dhe së paku ka qenë në dieni për përgatitjen e sulmit terrorist në Banjsk, informoi policia. Aksioni i arrestimit në Leshak u bë bashkë nga policia dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Gjatë mbastisjes, policia ka sekuestruar prova materiale që mund të lidhen me rastin, përfshirë 9 telefona celular, një laptop, 3 dokumente të formatit A4, një pushkë gjuetie me 39 fishek, një jelek për fishek të armës së gjuetisë dhe një tyt arme. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë mirupafshi.